Halli Halli të Nuk i ngjan, premiera e trupës së varietes të teatrit Petro Marko është ngjitur në skenë duke çelur një gëllësirë sezonin timëror të teatrit të Vlorës. Me një kast të zgjedhur aktorësh që nga ata që kanë bërë histori deri te më të rinjt në teatr, në muzikë dhe kërcim, shfaqja vjen në Regjina Afrima Galliut. Shfaqja e parë ka emocionet e veta dhe ndoshta nuk pati atë ritëm që duhet kishte, po jam i bindur që nesër duhet akoma më mirë. Atmosferën në sallën e teatrit Petro Marko e elektrizuan këngëtarët Rovena Ibrahimi, Ludmilla Bablëku, Viktor Tahiraj si dhe të ftuar të tjerë. Prestigjatori Edmond Muraj prezantoi disa numra shpejtësie duke shtuar elementin e surprizës në shfaqje. Në mbyllje drejtori i teatrit Artur Dhamo e quajti shfaqjen një festë të bukur për ardarsin vlonjat. Ndihemi plotësuar për faktin që varieteja ka qenë një nga pikat e dobëta të mia, kuptohet krahas e trupës së teatrit dramatik. Sot jam i lumtur sepse pash në skenë mund të them 4 breza. Për publikun nuk di çfarë të them, jam vërtet shumë mirë njohës që të paktën gjithmonë na kanë ndjekur. Shfaqja me tematikë aktuale e cila përcolli mesazhe të forta do të shfaqet edhe përgjatë fundjavës në teatrin e Vlorës. Emri, si e quajnë? Do të aftosh në dasëm, emri si e ka?